Një lajm misterios është përhapur në rrjetet sociale. Më 12 gusht të vitit 2026, pas 4 muajsh eksakt, do të ndodhë një fenomen i çuditshëm. Një eklips total që do të heq gravitetin e planetit Tokë. Dëgjojeni me vëmendje sepse është për ta diskutuar, lajmi është bërë vërtet viral dhe le ta diskutojmë. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Sipas të dhënave, në 12 gusht të vitit 2026, pra pas 4 muajsh, do të ndodh eklipsi i madh i diellit, pra një eklips total i diellit. Dhe duhet të dini që në këto raste, pra në momentin e eklipsit, ndodhin disa fenomene të çuditshme dhe kjo është shkencore, do t'ja u them pas pak. Por të fillojmë me lajmin që është përhapur dhe është bërë tashmë viral në të gjitha rrjetet sociale. Atëherë, tregohet që ky eklips do të krijojë një problem në gravitetin e Tokës dhe sipas gjasave, sipas disa konspiracionistëve, Toka do të mbetet pa gravitet në zonat ku nuk do të rrahi dielli dhe në rrethin ku, pra në qendrën e rrethit ku nuk do të rrahë dielli, pra aty ku ku do të jetë komplet zi, sepse nuk duket nga dielli, duke qenë një eklips total i diellit. Mendohet që një fenomen që nuk është i përsëritshëm, por është 1%, si thuhet, që mund të ndodhë që pjesë të këtyre vendeve, të këtyre zonave, mund të gjenden pa gravitet. Tani, ky është lajmi që është përhapur dhe që sipas gjasave, NASA këtë e di, por nuk do që ta bëj publik, sepse nuk do që njerëzit të krijojë kaos në njerëz. Po, a është e vërtet? Si që thash, le ta diskutojmë. Këto janë ato, le themi, palavrat e disa konspiracionistëve, të disa që nuk janë të informuar, le themi, se do t'ju them se përse, jo sepse i dim të gjitha, nuk dim asgjë, por do t'ju them se çfarë mendimi kam unë dhe doja ta diskutoja me ju. Më thoni dhe ju, nëse unë kam të drejtë ose jo. Toka ka qenë, është dhe do të mbetet. Nuk është një eveniment, sipas mendimit tim, që mund të ndodhë brenda një dite. Pra, nëse nuk do të ketë gravitet, nuk mund të ndodhë brenda një dite. Do t'ja u them se përse. Është njësoj, sepse çdo gjë është si njësoj si qelizat e trupit njeriut. Qelizat e trupit njeriut nuk vdesin me njerë, por vdesin ngadalë. Dhe ne, duke qenë pjesë e universit, pra një pjesë Toka, planeti Tokë, një pjesë e universit e gjithësisë, nuk është e mundur që të shkëputet. Pra, të shkëputet për një çast ose të mos ketë gravitet, sepse çdo gjë që na rrethon mbahet fal gravitetit. Pra, nëse nuk do të ketë tërheqje, shtytje tërheqje, nuk mund të ekzistojë asgjë. Dhe nëse do të shkëputet qoftë edhe një sekond, nuk do të jetë vetëm me planetin Tokë, por do të jetë me gjithësinë në totalitet. Dhe kjo është e pamundur. Tjetra, sipas fizikës kuantike, forca gravitacionale është e njëjtë kudo, nëse ka diell apo nuk ka diell, nëse rrezet ultraviolet rrahin ose jo, është e pamundur, ose fotonet, është e pamundur që të humbasi gravitetin çdo lloj trupi. Dhe kjo është shkencore. Për më tepër, nuk ka lidhje fare eklipsi me gravitetin. Nëse do të ketë një përqindje të vogël, është e papërfillshme ajo përqindje, sepse në këto zona, nëse nuk do të rrahin fotonet, ultravioletet dhe të gjitha vibrimet e diellit në atë zonë, pra eksaktësisht atje në atë shirit, si mund të quhet, që është komplet natë, do të jetë një përqindje kaq e vogël, kaq mos përfillse, saqë nuk mundesh që ta shohësh edhe me aparatet që ne zotërojmë. Është e pamundur. Pra, në të gjitha këto versione ku pretendohet që do të ndodhin probleme të mëdha dhe një pjesë e njerëzve do të humbasin jetën dhe këto janë budallë, që këto janë palavra me të vërtet. Tjetra, do t'ju them të fundit dhe tani do t'a them si e thon shqiptarët gjithmonë. Nuk mundet që një krijues të heq gravitetin e planetit sepse do bëhet një eklips. Ai që ka krijuar e ka krijuar në mënyrë perfekte çdo gjë dhe nuk mundet që të farosi tërë njerëzit, ose një pjesë të njerëzve, për një eveniment të tillë. Nëse do t'i shfaroste, mjaft që mos t'u jepte frymë.
heq oksigjenin në 1 sekond, 3-4 sekonda që gjithë janë të zhdukur. Në qoftë se do ta bënte, por nuk mund ta bëj, nuk do që ta bëj, sepse kush e ka krijuar, njeriu apo gjithësinë e ka krijuar për një çështje, një çështje që është madhore, nuk është diçka banale. E tjetra që është shumë e rëndësishme është fakti që në momentet e eklipseve ndodhin vërtet fenomene të çuditshme dhe tani unë do t'ju tregoj disa nga këto, sepse aq sa di unë, si thash, dua t'ju informoj me aq sa unë di. Pastaj më thoni ju nëse harroj diçka ose nëse do të hiqni diçka. Në vitin 1999 e kam thënë 2-3 herë këtë, por doja ta përsërisja që të kuptojnë disa. Në vitin 1999 ndodhi eklipsi total i madh i diellit. Dhe disa shaman, përpara se të ndodhte eklipsi, thoshin që shumë ndryshime do të ketë, duke filluar nga viti 2000, sepse viti 2000 do të përcaktoj fillimin e erës së re. Të gjithë shamanët ose ata studiuesit New Age tregonin për këtë. Të gjithë fillonin, pra pjesa tjetër e njerëzve, fillonin që të talleshin dhe thoshin që nuk ka baza shkencore. Por në të vërtetë, në bazë të studimeve që u bën më vonë, pikërisht në vitin 2001 lindi fëmia i parë me 3 helika të ADN-s. Duhet të dini që tregohet që helikat e ADN-s së njeriut janë 12 dhe 10 janë ato që flejnë, që thuhen le 12 elike dormienti, sepse 2 janë ato që ne njohim, por 10 janë ato që nuk njihen dhe që janë elika energjie ose energjike. Dhe sipas gjasave, këto lindin ose formohen me fjalë nuk janë më energjike, por janë, si mund të quhet, biologjike, pra të dukshme, fillojnë dhe formohen. Me fjalë, si thoshin shamanët ose New Age, me kalimin e kohës do fillojnë që të formohen. Në fakt, të vitit 2001, siç ju thash, pas eklipsit të vitit 1999, u formua helika e parë me 3 helika me fjalë ADN-s së njeriut. Ishte një fakt madhështor, por që u fol shumë pak. E dini pse? Pikërisht për këtë, sepse nëse do të ndodhë një eveniment, nuk do ta thonë publikisht, sepse ndodh gradualisht. Për më tepër nuk duan që të bëhet publike, sepse njerëzit, pjesa dërmuese e njerëzve janë të painformuar dhe e marrin si fundin e botës. Nuk ishte fillimi i botës i vitit 2000, por ishte fillimi i erës së re dhe mbarimi i erës së vjetër. Pikërisht pra në vitin 2000 që e kishte thënë dhe Nostradamus, e kishin thënë shumë. Dhe në vitin 2013 lindi fëmia tjetër me 4 elika. Tani jemi në vitin 2026 dhe kanë lindur edhe fëmijë të tjerë me 3 elika dhe me 4 elika, sepse lindi një fëmijë në vitin 2024 me 4 elika, por edhe të tjerë gjatë viteve kanë lindur me 3 elika, por ai ishte i pari në vitin 2001 dhe me 3 elika dhe në vitin 2013 i pari me 4 elika. Tani, çfarë do të thotë kjo? Askush nuk vjen t'ja u thot këto informacione, sepse janë e para njëri që është madhështore, sepse ne e njohim ADN-n ton në vitet 60-70 dhe njohim që ka 2 elika dhe tashmë ne kemi 4 elika në ADN, kemi fëmijë të rinj që kanë lindur me 4 elika. Po a e dini se çfarë do të thotë kjo? Ky do të thotë zhvillim. Është njësoj si kur të keshti një makinë me 2 motor, me 2 si thon pistona, por pastaj të kesh një makinë me 4 pistona, kush ecën më shpejt? Normal që ecën më shpejt makina, ose është më fort makina me 4 pistona. Në fakt, në fillim makinat ishin me 2 pistona, pastaj u bën me 3 dhe kishte me 3, por edhe me 2, por pastaj u bën me 4 pistona. Tani keni edhe me 12 pistona, sepse sa më shumë pistona ka makina dhe aq më e fortë është dhe më shpejt është. Pra e njëjta gjë po ndodh me trupin e njeriut. Por e përsëris edhe një herë ndodh gradualisht. Pra në vitin 1999 eklipsi i madh diellor, ai që po ndodh tani vitin 2026, dhe nga tani do të ndodh një tjetër zhvillim psikofizik i njeriut, radh parë një biologjik dhe pastaj në psikozën e njeriut. Pra ky është zhvillimi ose ngjarja që duhet bërë publike. Sepse këtu njerëzit kuptojnë se çfarë rëndësie ka zhvillimi i ADN-s së njeriut.
që e çon në oktavën hertz. E mbani mend të kemi thënë për emisione, oktava hertz është 8 hertz, si mund të quhet, është maksimumi perceptimit të trurit të njeriut. Pra, është ai niveli i kthjellët dhe më maksimal i trurit të njeriut. Dhe unë them që ky është ai lajmi ose ky është ai informacion që duhet bërë publik dhe duhet që të gjithë ta njohin. Por është për fat keq është për pak njerëz. Pra, zhvillimi bëhet ngadalë dhe bëhet brenda ADN-s së njeriut që si përfundim ngacmon trurin, hercët, pra vibrimet, dhe e çon atë në maksimum, pra në maksimum të motorit të trurit të tij. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, kalofshi një diell të këndshme.